Shikues të nderuar, ju përshëndes, jeni duke ndjekur edicionin informativ. Bijoj me materialet e përgatitura, një 55 vjeçar ka humbur jetën ndërsa në gjendje të rëndë shëndetësore paraqitet Tijati, i cili aktualisht ndodhet pranë repartit të reanimacionit në spitalin e Gjirokastrës. Të dy personat kanë qenë bashkë në një banesë. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në fshatin Kakos të Lunxhërisë, ku janë asfiksuar për shkak të gazit të qymirit. Kjo është viktima e dytë në qytetin e Gjirokastrës për shkak të ftohtit të shkaktuar përgjatë këtij dimri. Në Gjirokastër shënohet viktima e dytë nga i ftohti i cili ka mbërthyer vendin ton. Vetëm të shtunën e kaluar një 62 vjeçar lëra nga taraca e pallatit, teksa po tentonte të pastronte depozitën e ujit, ndërsa sot i ftohti shkaktoi një tjetër tragjedi. Babë e bir janë asfiksuar nga gazi i qymyrit që përdorej për ngrohje. Rreth orës 9:40 të mëngjesit të sotëm, policia ka gjetur të pajet në banesën e tyre në fshatin Kakoz, njësia administrative Lunxhëri, shtetasin Panajot Lasko, rreth 55 vjeç, ndërsa në gjendje të rëndë babain e tij, Arqile Lasko, 75 vjeç. Ky i fundit është transportuar në spitalin e Gjirokastrës, ku po merr ndihmën mjekësore, ndërsa gjendja e 75 vjeçarit, sipas shefit të urgjencës Tanas Bashari, është tepër e rënduar. Sa kaq, përpos këtij rasti të rëndë, mjeku pohon se janë shtuar së tepër mbi rastet e incidenteve nga shkarjet e shkaktuara nga ngricat në qytet. Kemi shkuar në vendin e ngjarjes, kemi bërë me këmbë mbi gjysmore, ngarkuar, ne kemi dhe çantat edhe aparatet që japim ndihmën e këto. Kemi vajtur te vendi i ngjarjes dhe gjentëm 2 persona, njëri ishte i vdekur, tjetri në gjendje jashtëzakonisht të rëndë, në një dhomë shumë të vogël, kishin rënë mangallin dhe gazi karbonik kishte bërë punën e saj. Infermieria i kishte dhënë atë ndihmën që aq sa mund të shtipte ajo. Me ndihmën e fshatarëve ne kemi transportuar të sëmurin dhe i sëmuri që kemi aktualisht është në gjendje jashtëzakonisht të rëndë. Mund tash po mbledh shokët konsult për ta çuar në reanimacion, por situata është jashtëzakonisht e vështirë dhe për atë vështirë. Vetëm dje të thash kanë lëvizur ambulancat 11 lëvizje jashtë spitalit që kanë marrë të dëmtuar, të aksidentuar, të rrëzuar me këmbë të thyera, me duar të thyera, me legend të thyer, plus të sëmurët e tjerë që të gjithë me që nuk lëvizin dot, dhe të tërë kanë kërkuar ndihmë në përshpije dhe për intension. Mbi ngarkesa ka qenë e plotë. Dhe vazhdon të jetë, sot biles do të jetë më keq se nga dje. Mendimi tim për shkak se dje të paktën ishte bora e freskët dhe nuk kishin pak rreshkitje, kurse sot që është shumë akull, mundësia të jetë më e madhe akoma prandaj ju bëj thirrje gjithë popullit të kenë kujdes në lëvizjet. Grupi hetimor ka nisur hetimet për ngjarjen, ndërsa vdekja e 55 vjeçarit shkon në 10 numrin e viktimave në rang kombëtar. Pas 2 ditëve rreshje intensive të dëborës, qyteti Gjirokastrës është i mbuluar nga ngrica. Rrugët janë problematike kryesisht në lagjet e sipërme të qytetit, ndërsa bashkia ka siguruar një tjetër sasi kripe, e cila ka filluar ditën e sotme të hidhet në akset rrugore. Nga ana tjetër, emergjencat civile bëjnë të ditur se situata po shkon drejt normalizimit. Pas 2 ditëve rreshje intensive me borë, qyteti i Gurtë i Gjirokastrës është mbërthyer nga ngrica në rrugë. Lagjet e sipërme të qytetit, kryesisht lagje Dunavati i parë dhe i dytë, Manalat, Palorto, Zinxhira, rruga poshtë kalas të qytetit, si dhe bulevardet kryesore janë të mbuluara nga ngrica. Banorët e qytetit të Gjirokastrës shprehin vështirësitë në qarkullim, duke theksuar se gjendja është vërtet shqetësuese. Vetëm përgjatë këtyre 2 ditëve në urgjencën e spitalit rajonal janë paraqitur 48 shtetas, gjysma prej këtyre me fraktura të ndryshme nga rrëshqitja në akse të ndryshme. Edhe pse bashkia e qytetit ka ndërhyrë me të gjitha mjetet dhe fuqinë punëtore, sërish situata paraqitet e rënduar. Përgjatë ditës së sotme, disa automjete të mëdha të mbuluara me krip kanë qetësuar disi banorët e lagjeve, të cilët janë në pritje të hedhjes së kësaj sasie. Zonjë, si kalohet këtu në këtë zonë? Është pak e ngrit. Kanë hedhur krip, po nuk ka shkri, se derdhen ujrat e depozitave dhe është bërë ngritës dynja. Ja, njësoj shikoj shkruaj këtu. Bord dynjaja është me vështirësi lëvizin njerëzit. Rrugët kryesore në hapur, po rrugicat e vogla atje ku si thua ndiem vështirësi njerëzit që dalin nga shtëpitë, që bën janë të pa kalueshme. Vështirë. Duhet ndoshta me një skrep për të pastruar thjesht ato rrugën kryesore që të mund të kalojnë të qarkullojnë dhe makinat. Jeni kënaqur me punën deri tani në bashkisë? Krip duhet të kishin hedhur më shumë, për mendimin tim, sidomos në vendet e pjeta.
Ndërkohë që shtabi i emergjencave civile në bashki është angazhuar 24 orë për t'u gjendur pranë komunitetit. Këtë fakt e pohon edhe shefi i këtij sektori në bashki, zoti Fatri Ibrahimi. Që nga ditë e djeshme, shërbimet e bashkisë janë në teren për të realizuar gjithë objektivet e tyre, për të mbajtur të hapë gjitha rrugët, për të bërë ato të kalueshme nga ana e qytetarëve. Njëkohësisht, jo vetëm në bashki, por edhe në njësitë administrative, po punohet nga punojësit e shërbimit të bashkisë për të mbajtur të gjitha akset rrugore brenda dhe jashtë njësisë administrative të hapura. Siç e shikojmë, temperatura ka qenë të ulta dhe si rrjedhoi ka patur ngrica të shumta, e cila ka mundësuar dhe vështirësinë në lëvizje të mjeteve dhe të njerëzve. Aktualisht, si shikojmë këtu në mbrapa jush, ka vështirësi në lëvizje, po në anë e shërbimeve të bashkisë është hedhur kryp dhe me punojës në teren po hapet rruga si për këmbësorët ashtu dhe për mjetet. Në një pjesë e punojësve të bashkisë është hapur në gjithë territorin e bashkisë, si në pjesën e sipërme dhe pjesën e poshtme të qytetit. Dhe po punohet. Në vazhdimsi do të hapet edhe kryp, vazhdon hapet kryp për të bërë shkrirjen e dëborës të ngricave që janë dhe po punohet në mënyrë intensive për të bërë këto rrugë të kalueshme. Jemi duke ardhur një mjet tjetër i cili është duke ardhur nga Vlora me sasi të konsiderueshme krype, që kjo të jetë gjendje dhe mos të metë asnjë moment qyteti pa kryp. Problematik në Gjirokastër vijon të jetë situata në zonat e thella rurale, aty ku shumë banor vijojnë ende të përballen me rrugë të zaptuara nga akulli e ngricat. Do të qëndrojmë në të njëjtën temë, rrugët nacionale të qarkut të Gjirokastrës janë të gjitha të hapura. Ky fakt konfirmohet nga autoritetet vendor të rrugës, të cilët konfirmojnë se aktualisht situata është normalizuar, ndërsa problem paraqiten akset përmet Çarçovsi dhe Këlqyr përmet. Rrugët nacionale të qarkut të Gjirokastrës janë të gjitha të hapura. Ky fakt konfirmohet nga autoritetet rrugore, të cilët konfirmojnë se gjatë ditës së sotme lëvizja e mjeteve bëhet pa zinxhir, ndërsa më problematik paraqitet aksi përmet Çarçov, si dhe Këlqyr përmet në të cilat është i detyrueshëm vendosja e zinxhirëve. Aktualisht që flasim, të gjitha akset rrugore nacionale në administrimin e autoritetit rrugor shqiptar janë të kalueshme pa probleme. Rekomandohen zinxhira në zonën e Çarçovës për arsye të sasisë të lartë të rreshtit të dëborës që kanë ditën e djeshme, dhe në teren janë mjetet dhe punëtoria e kontraktorit, i cilët po marrin masa për bërjen e rrugës së kalueshme pa probleme. Në të gjitha akset e tjera, zona e Muzinës, zona e Ujit të Ftohtë dhe Gjirokastër Kakave janë të gjitha të kalueshme pa probleme. Janë të kalueshme me zinxhir apo pa zinxhir, sepse policia rrugore ka konfirmuar që duhet të lëvizin me zinxhir patjetër. Si është kjo pjesë? Ditën e djeshme ka patur akset rrugore nacionale për shkak të borës, patën nevojë që të kalueshmëria të qenë me zinxhir, sot për shkak dhe të punës të bërë nga kontraktorët janë hapur rrugët dhe nuk ka asnjë problem. Ndërkaq në akset rurale sipas autoriteteve ka mjaft vështirësi, ndërsa më shqetësuese janë njësitë administrative në zonat e thella të qarkut, ku 10 njësi janë të bllokuara prej ditës së djeshme nga dëbora. Normalizohet situata në qytetin e Sarandës, ndërsa ditën e sotme është vërejtur edhe një rritje ndjeshme e temperaturave. Aktualisht rrugët e brendshme të qytetit janë të hapura, ndërsa bashkia ka vijuar të ndihmojë familjet në nevojë. Normalizohet situata në qytetin e Sarandës, ditën e sotme në qytetin bregdetar është vërejtur edhe një rritje ndjeshme e temperaturave. Sipas të dhënave nga shtabi i emergjencave, aktualisht rrugët e brendshme të qytetit janë të kalueshme, ndërsa edhe ditën e sotme bashkia ka vijuar shpërndarjen e ndihmave për familjet në nevojë. Ndërkaq ditën e sotme një shtetas ka humbur jetën në Sarandë, rast i cili mendohet për shkaqe natyrale. Shtetaci Xhezo Telo, banori lagjes 4, është gjetur i pajet nga familjarët në hyrje të banesës së tij, ndërsa pritet që autopsia të përcaktoj edhe shkaqet që çuan në vdekjen e tij. Në një lidhje telefonike zëvendës kryetari i Bashkisë Sarandë, njëraz i kreu shtabit të emergjencës, Robert Piros sqaron mbi situatën. Atëherë lidhemi me shtabin e emergjencave civile në Bashkinë e Sarandës, zotin Robert Piro. Atëherë përshëndetje zot Robert. Si është situata sot në Sarandë? Sot situata është të normalizuar, nuk ka probleme, pasi temperaturat sot janë shumë të larta, rreth 10 gradë në qytet. Nuk ka as probleme ngritse, as probleme bore, absolutisht asnjë lloj gjëje. Sot është ishte situata vërtet e vështirë për qytetin, duke marrë parasysh që nuk hasemi gjithmonë me këto situata, por arriti dje rreth 10 cm të rrështi, rreth orës 8:30 të mëngjesit në Bashkinë e Sarandës, gjithë territori, gjithë rrugët e qytetit u hapën, edhe pika problematike dje ka qenë që tek pika Kuisemin e Rapi, shëndarja e rrugës së qytetit në rrugën për Butrim,
dhe deri tek ura e Gajdari është në të hyrë të qytetit poshtë. Të kuptoj. Zoti Piro, të flasim për situatën sot. Akset rrugore brenda qytetit, si janë? Akset rrugore brenda qytetit janë të hapura, nuk ka probleme. Është gjithçka qarkullimi vazhdon normalisht dhe trotuaret janë të pastruara, nuk ka borë. Nuk ka vendesa. Kemi patur një situatë, kemi informacionin për një person i cili ka humbur jetën paraditën e sotme nga Saranda. Si është kryer shtabi i emergjencave? A keni informacion për këtë qytetar? Po, kam informacion nga Komisariati i Policisë. Po. Vdekja ka ndodhur për arsye natyrale, atak kardiak. Po. Nuk ka probleme, është gjetur nga familjarët e vet në banesën e tij, nuk ka as probleme dhune, as probleme të ftohtë. Do të kalojmë në qytetin e Përmetit, ku rreshjet e dendurat të dëborës të 2 ditëve të fundit kanë krijuar shqetësim edhe për njësitë administrative. Në një lidhje telefonike, kryetari i Bashkisë Niko Shupuli bën të ditur situatën e cila është aktualisht në qytetin e Përmetit. Zoti Shupuli, si paraqitet situata në qytetin e Përmetit dhe në zonat përreth saj? Sa i përket situatës së rreshjeve të borës që kanë në Përmet, sot situata paraqitet më mirë nga dje. Aktualisht, nëse të flasim për qytetin e Përmetit, brenda nuk ka ndonjë problematik, janë marrë masat nga bashkia në përmjet punonjëve të saj dhe hedhjes kripës në pjesë të vështira, ndërsa për sa i përket aksit kombëtar Përmet Karçov, në kontaktet që kam pasur me firmë kontraktuese janë në përfundim të zhbllokimit të aksit, sepse ishte i kalueshëm me zinxhir, por për disa orë besoj që do zhbllokohet dhe do bëhet i kalueshëm normalisht nga të gjitha automjetet. Pak vështirësi ka në zonat malore, sidomos zonat e Flasherit, jo se akset janë të bllokuara, por thjesht automjetet duhet të kalojnë vetëm me zinxhir. Ka vështirësi sepse bora është pak sa më e madhe dhe ne jemi në kontakte me të gjithë kryetarët e fshatrave dhe administratorët për të marrë masat e dura për shpërdoje me tjetër që mund të ketë çdo fermer apo çdo plektor në ato zona. Në këto zona që ju po thoni, zoti kryetar, ka pasur problematika se për shembull në bagëti, në mbledhjen e ushqimeve për bagëtit, në mbledhjen e ushqimeve për qytetarët të cilët janë të izoluar. Keni pasur kontakte me ta dhe çfarë shprehin banorët? Kemi pasur kontakte me të gjithë banorët. Ajo është një zonë që për vit ka pasur, në çdo vit ka rreshje bore dhe çdo vit bllokohet. Nuk ka pasur probleme nga fshatarët apo kërkesa në kontaktet që un kam pasur me kryetarët e fshatrave dhe administratorin për ndonjë problematik të veçantë, qoftë në ushqim për bagëti, qoftë edhe në ushqimet për vete, apo qoftë në një rast emergjente të sëmurës, nuk kemi pas problem. Do thënë akset janë të kalueshme, por vetëm me zinxhir. Për sa i përket situatës së ujit, ka problematika paksa të veçuara, jo problematikë e përgjithshme, ka disa tuba ngrirje në disa fshatra, por po merren masat dhe jo një problematike përgjithshme domethënë në gjithë Përmetin. Do të kalojmë në qytetin e Tepelenës, ku duket se situata gjatë ditës së sotme është drejt normalizimit. Rrugët e brendshme të qytetit janë të hapura, ndërsa vështirësi paraqitet në njësitë administrative, kur Veleshe Lopës, ku lëvizja bëhet me zinxhir. Në një lidhje telefonike, nënkryetari Spiro Kora informon për situatën. Zoti Kora, si është situata ditën e sotme në Tepelen, por njëkohësisht edhe në njësitë administrative? Situata emergjente pothuajse ka kaluar në të gjithë territorin e Bashkisë Tepelen, si dhe në njësitë administrative, falë për kushteve të përmirësimit të motit, por dhe masave që mori bashkia ditët e djeshme, me shpërndarjen e kripës pothuajse në gjithë territorin e Bashkisë, me ardhjen në ndihmë të disa familjeve që qenë në kushte emergjence, duke shpërndarë rreth 120-130 pako. E gjithë kjo u kryen në kujdesin e veçantë të kryetarit të bashkisë dhe të nënprefektit. Gjithashtu u morën masa emergjente për disa familje tepër në nevojë që qenë në qytet, duke u siguruar ngrohjen dhe mbulesën. Dita e sotme ka kaluar pa probleme, ka filluar funksionimi normal i të gjithë rrugëve të Bashkisë Tepelen dhe të njësive administrative dhe gjithë grupet emergjencës të ngritur në bashki, ku janë aktivizuar rreth 50 punëtor, ditën e sotme arritën të kthejnë normalitetin e plot në qytet dhe njësitë administrative. Po flasim për dy njësi administrative të cilat janë në zona të thella, siç është Lopsi dhe Kurveleshi. Aktualisht sipas banorëve, aty kalohet me vështirësi, madje duhet jetë në përdorim zinxhirët. Cili informacion keni ju për këtë?
Po, është e vërtet ditën e djeshme kanë qenë të dyja njësitë, firma kontraktuese që ka në sipërmarrje rrugën Tepelen Sinanaj, gjithashtu dhe firma që po zbaton punimet për ndërtimin e rrugës Tepelen Lekdush kanë qenë tërësisht të angazhuara bashkë dhe me forcat e shërbimeve publike të Bashkisë Tepelen dhe dita e djeshme ka qenë pak problematike, derisa nga sot çdo gjë është në normalitet të plotë. E qetë paraqitet situata edhe në rrethin e Delvinës, vetë nënkryetari pohon se të gjitha njësitë administrative janë të hapura, ndërsa situata brenda në qytet është jetë e normalizuar. Nuk po hasim në një vështirësi për tejkalimin e automirëve. Janë marrë masat nga bashkia duke i pastruar trotuaret dhe rrugët ku kalojnë mjetet. Problemi vetëm që hasim është me blektorët, pasi dëbora i gjeti me vështirësi dhe nuk kanë ushqim për bagëtim. A kemi njësitë administrative të bllokuara në Delvin? Jo, nuk kam as edhe një. Çdo gjë është zblokuar, çdo gjë është e kalueshme, nuk është e nevojshme as zinxhirët as edhe një gjë. I vetmi problem tash për të pak më përpara që është vetëm me bagëtit dhe për ato po merren masa duke u dërguar ushqim banorëve të cilët hasin probleme me bagëtit e veta. Për sa i përket situatës së ujit të pishëm, banorët kanë konfirmuar që kanë probleme me ujin e pishëm në këto ditë. Si është situata aktualisht në Bashkinë e Delvinës? Me ujin e pishëm, për sa i përket rrjetit të ujësjellësit, nuk është se ka probleme. Probleme kanë vetë banorët me depozitat e tyre, pasi u kanë temperaturat që janë 9-0 gradë. Në disa banesa ka pasur çarje të tubacioneve. Megjithatë, dhe këto kanë marrë zgjidhjen e duhur. Dhe tani një lajm nga sporti, luftëtari e ka nisur me këmbën e parë vitin e ri futbollistik 2017, teksa në ndeshjen e parë miqësore ka mposhtur me rezultatin 4-3 skuadrën kazake të Orbadasit. Luftëtari e ka nisur me këmbë të mbar vitin e ri futbollistik 2017, teksa në ndeshjen e parë miqësore ka mposhtur me rezultatin 4-3 skuadrën kazake të Orbadasit. Ndeshja mes luftëtarit dhe Orbadasit është përcjell me emocione të shumta nga të pranishmit, fal lojës së bukur dhe spektakolare nga të dy formacionet. Fillimisht janë futbollistët e Orbadasit, të cilët në minutën e 16 kanë shënuar golin e parë nga pika e bardhë e 11 metrëshit me protagonist Smakov. Në minutat 20 dhe 36 është sulmuesi Kristala Bazaj që kalon në avantazh të besuarit e Mladen Milinković. Kur pritet reagimi i kundërshtarit, janë sërish bluzinjt, të cilët trefishojnë rezultatin me Ramadanin në minutën e 55. Mes fushorit treguhet i sakt nga pika e bardhë e penaltis dhe rezultati shkon në 3-1 për luftëtarin. Me kalimin e minutave loja bëhet më ekuilibruar. Kjo edhe si pasojë e kundërshtarit, i cili nuk pajtohet me rezultatin. Dhe do të jetë minuta e 60 ku ngushtimi i rezultatit në 3-2 vjen me golin e Abdulin. Është Reginaldo ai që vulos fitoren e luftëtarit me golin e realizuar në minutën e 70. Goli i Arshibekov në minutën e 89 mjafton sa për statistika, pasi luftëtari ishte zoti fushës së lojës duke hipotekuar fitoren e parë për vitin e ri futbollistik 2017, edhe pse ishte një përballje miqësore. Edhe pse Debora solli shqetësimet e veta për qytetarët e qarkut të Gjirokastrës, ajo ka sjellë edhe një imazh të bukur. Ndjekim një speciale të përgatitur nga operatori ynë Andi Bërxani.
Ka qenë këto kronikat e përgatitura në redaksin tonë. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë do të ritakohemi në të tjera edicione deri atëherë mirupafshim.